Mandi sot është e premte? Sot është e premte Iva dhe unë kam menduar sërish të bëj një risotto, quhet rizi bizi. Ua, rizi bizi, tamam risotto për fundjavë. Patjetër që po, është shumë e lehtë Iva. Kemi zirë pak më përpara, orizin para e bëj lehtë, kemi çerek të zirë, jo gjysmë, çerek të zirë. Kemi mishin e pulës, kemi qep të njom, bizele, kemi buljon pule, kemi vaj ulliri, djath parmigiano, gjallë, verë të barë, krip dhe piperi. E kjo recet rizi bizi? Është një recetë italiane, pasi orizi dhe bizelja janë të dyja që janë kryesore në këtë recetë, quhet rizi bizi. Pra rizi orizi dhe bizi është bizelja. Mirë! Unë ndërthuret shumë mirë me mishin e pulës. Mirë, Mandi. Atëherë Iva, fillojmë për të bërë këtë recetë që unë kam menduar është një recetë italiane. Në fillim do shtojmë pak gjallë në tigan dhe pak fare vaj ulliri. Ndryshe nga recetat e tjera, kjo recetë ka këtë radhë tjetër të punës që nuk duhet shtuar qepa, duhet shtohet mishi i pulës për të skuqur pak më përpara, pasi qepa bëhet më shpejt se mishi. Atëherë si shtam, shtojmë mishin e pulës në tigan dhe më pas do shtojmë qepën e njom. Qepës njom Iva do i marrim vetëm të pjesën e bardhë. Kjo e shilja nuk na duhet. E prej në rrotat e vogla. Dhe kemi gati pasi të kemi kavërdisur pak mishin e pulës, duke shtuar pak krip mishit që të marrë shije dhe pak piper. Me sa shih dhe nga përbërësit që janë në tavolinë, është një recetë që nuk ka nevojë për shumë produkte, që do të pak produkte Iva që bizelet. gatuhen shumë shpejt, në veçanti të orizit pasi duke pasur të pa zirë më përpara, do një kohë pak më të gjatë, dhe sa këto produkte që kemi si mishi i pulës dhe bizelet, gatuhen shumë shpejt, dhe është një recetë vërtet e shpejt. Në qoftë do kemi orizin pak më të zirë, siç ne kemi zirë më përpara, bëhet të themi për 10 deri në 12 minuta kjo recetë. Atëherë Iva kemi shtuar mishin, si shtam me pak gjallë dhe pak vaj ulliri, kemi shtuar pak krip dhe piper. Pasi mishi do marrë një skuqje të lehtë, do shtojmë qepën e njom. Pse zgjedhim pikërisht qep të njom dhe jo qep të thatë që ne mësuar? Shikoj Iva, duhet bërë me qep të njom pasi është më e lehtë se qepa e thatë. Po? Është më e lehtë dhe duhet të jetë e dukshme bizelja, që nuk duhet skuqur shumë. Dhe qepa e njom ruan këtë ngjyrën pak si që ka, pak si e shile. Që shkon shumë mirë dhe me bizelet. Mund bëhet dhe me qep thatë, nuk është që nuk bëhet. Thjesht unë kam menduar për ta bërë me qep të njom. Pasi është më e lehtë, nuk ka shije të fortë si qepa e thatë. Dhe ke rekomanduar tamam dhe në ditën e duhur, Mandi, që është e premte. Patjetër është e premte dhe na pret një fundjavë është shumë e lehtë si risotto. Është risotto italiane, dije që të dielën ngarkohemi, sepse gatuan, kemi kohë të gatuem. Kemi kohë më shumë, jemi në familje dhe patjetër. Është italiane si recetë Iva, është një recetë vërtet interesante. Ku si shtam kombinon mishi i pulës shumë mirë me bizelen dhe me orizin, duke shtuar qepën e njom, verën e bardhë, buljonin e pulës, në rast se kemi, në rast se s'kemi, mund të shtojmë ujë ose buljon perimesh. Dhe kombinon shumë mirë me këtë recetë, duke shtuar në fund fare djathin parmigiano. Atëherë Iva shtojmë qepën, pasi mishi i pulës mori një skuqje të lehtë. Pasi qepa të marrë një skuqje të lehtë, do shtojmë bizelet. Nuk do t'i kavërdisim shumë, pasi duhet të ruajnë ngjyrën jeshile që kanë. Në rastin se orizin e kemi të pa zirë, siç unë kam zirë pak më përpara, bizelen do ta shtojmë në fund fare, gjatë fundit të recetës, pasi nuk duhet t'i humbi ngjyra që ka, jeshile. Dhe gjithashtu pse dhe vlerat. Unë dhe vlerat, patjetër dhe vlerat. Kur përgatitet shumë, sidomos zarzavallet dhe perimet, të gjitha duhet të ruajnë vlerën, duke ndjekur radhën e punës. Duhet të ruajmë gjithmonë vlerat ushqyese që kanë, si perimet, si frutat, si mishat. Çdo produkt që ne gatuam duhet të ruajmë vlerat ushqyese. Siç kemi thënë, duke gatuar më shumë, humb të gjitha vlerat. Më jep pak lugën për të shtuar bizele. Shtojmë 2 lugë gjelle bizele.
Dhe në kohë më vazhdoj për ta përzije. Mirë, ndërkohë mande që ti pregatit. Po jo? Pse jo, unë gjej momentin. Le të falenderojmë miqtë e kohës për të shijuar. Faleminderit Xhangolli, i cili na jep mundësinë për blerjen e produkteve të ndryshme që gatuhen pikërisht këtu në kohën për të shijuar. Tek Xhangolli ne e dim që kemi mundësi që të blejmë mirë dhe të paguajmë lirë. Gjithashtu falenderojmë dhe Vas Tour, i cili jep dhe çmimin e madh konkurrentit fitues të këtij edicioni. Ai jep mundësinë këtij konkurrenti për të bërë pushimet verore në Alania, në resortin The Inn, ku ka mundësi të marrë me vete njeriunit i të zemrës dhe çdo gjë është e përfshirë. Vas Tour, tur operatori vetëm në Shqipëri, më me shumë se 550 agjenci udhëtimi anëtare në të gjithë Shqipërinë, servir në këto pushime verore, charter në Antalya, charter në Sharm el Sheikh, si dhe bus charter në Halkidiki. Produktin e gjeni në korale të Vas Tour, ju mund ta gjeni shumë thjesht në të gjitha agjencitë member Vas Group, si dhe në faqen online www.vas.al, ku ju mund të rezervoni dhe me kartë krediti. Faleminderit Xhangolli, faleminderit Vas Tour. Atëherë Iva, unë përpara se ju të prezentonit bashkëpunëtorët të emisionit tonë, unë kam shtuar orizin, kam shtuar me verë të bardhë, kam shtuar buljonin e pulës, shtuar pak fare krip dhe pak piper dhe presim për pak minuta për të bërë risotto jonë. Mirë, mandi, me mësuar që ku kajtuam orizin, unë gjithmonë ka pak. Patjetër, pasi ne kemi orizin pak të zirë më përpara dhe pikërisht kjo është ajo që nuk është se mjafton shumë kohë. Mirë, pra, çfarë produkte, cilat ishin produkte që nevojitej pikërisht për të recetë rizgi? Kemi shtuar në tigan gjalpë dhe vaj ulliri. Pasi kemi shtuar gjalpën dhe vaj në ullirit, kemi shtuar pak mish pule të prerë në kubike në tigan. E kemi skuqur, kemi shtuar qepën e njom të prerë në rrotha të vogla. Pasi kemi shtuar qepën, kemi shtuar bizele dhe kemi dhënë një kavërdisje të lehtë, kemi shtuar orizin, e kemi përzirë bashkë me mishën e pulës, me qepën, me bizelen. Dhe kemi shojtur me verë të bardhë dhe kemi shtuar buljonin e pulës. Pak krip dhe pak piper dhe në fund do shtojmë djathtin parmigiano dhe do servirim risotton tonë. Është vërtet e lehtë, Iva, në shije është shumë e lehtë si risotto. Janë me pak përbërës, po ku kanë ndërthurur shumë mirë këtë recetë rizi bizi që unë kam përzgjedhur, jo është një recetë italiane. Shishtam, gjatë gjithë kësaj kohe ne do gatuar risottot me bazë italiane, dhe më thënë reseta italiane. Pra të tregojmë të gjitha anvisave që na ndjekin, se si mundësit të ndryshme. Mundësit të ndryshme, risotto është pasta që i kemi kaluar pak më përpara, në ditët që kemi kaluar. Ndërsa, tani këto ditë që ne kemi, do gatuem risotto. Për nesër kam menduar të bëj një risotto tjetër, me produkti kryesor është orizi parabolet dhe kemi disa përbërës tjerë që janë për të shpjeguar në momente më pas. Dhe ato janë risotto shumë të mira, italiane. Ndërkohë të dje ne kemi gatuar një risotto prap të veçantë, me karqof dhe kërpulla, ku vërtet ishte një risotto shumë mirë, ku ju e provuat. Unë e provova dhe të lumë shënduar. Dhe e vlerësuat, duke më thënë dhe faleminderit. Dhe faktikisht, mandi, po të shohim të produktet, është një risotto e lehtë. Shumë e lehtë, jo me kalori. Bizelja ne e dim tashmë që është një mishi pulës është i lehtë, bizelja është e lehtë, orizi diet që është i lehtë. Dhe duke shtuar dhe djathtin parmigiano, akoma nuk është se e ngarkon, thjesht është shumë e lehtë. Ja, dhe temi dhe 2 minuta përfundon. Dhe më pas në mbetet thjesht për ta serviru. Shtem pak djath. Dhe më pas do lëm pak për ta serviru për të shtuar djath. Pasi djath e dimon në lidhjen e risottos. E trash pak. E trash e lidh. Më thënë të gjithë përbërës që ne kemi shtuar, djathi duke u shtuar në tigan tretet dhe i lidh të gjitha të përbërësit. Mund të shtonim dhe pana në këtë recet, kush dëshiron mund të shtet dhe pana, ndërsa receta originale është pa pana. E se pana sikur e ngarkon. E ngarkon. Ndërsa për ta bërë sa më të lehtë dhe për të qenë më original në këtë recet duhet pa pana. E kemi thënë mande që orizin duhet ta lëm pak të lëngshëm. Pasi shishtam e përtit më mirë në stomak. Të themi që jemi përthuajse gati, Iva. Me falë, pap.
Fikim dhe zjarrin dhe bëmi gati për ta serviruar. Ja, po ta shohim Iva dhe bizele duke mos i gatuar shumë, ka ruajtur ngjyrën e vet. Dhe orizin e kemi të bërë sa që ne duam. Kemi al dente. Shmese me aftoshme. Edhim dhe djathen. Shtem dhe djathen dhe jemi gati për të Dhe pjata është gati. Gati. Të dashur miq, pra siç e shihni dhe ju, Mandi, shefi në kuzhinës, ju ka rekomanduar sot një oriz riz biz, një recetë rizi bizi. Një recetë italiane ku elementi bazë është pikërisht bizelja. Bizelja dhe orizi parabolet. Të dashur miq, pra ka përfunduar dhe Mandi përgatitjen e recetës. Kjo është pjata që na ka rekomanduar sot shefi në kuzhinës dhe bëhet fjalë pikërisht për orizin rizi bizi, ku elementi bazë dhe kryesor është pikërisht bizelja. Dhe orizi parabolet. Një pjatë shumë e lehtë. Shumë e lehtë, thjesht për të përgatitur, Iva, dhe ku ka goxha vlera ushqimore, bizelja dhe mishi i pulës dhe orizi. Ndërturen shumë mirë me njëra tjetrën. Mirë, të dashur miq, kush nuk e ka përgatitur sot drekën dhe është një dilemë të madhe se çfarë do të gatuaj, ja zgjidhja e duhur. Gatuani sot rizi bizi dhe do të kënaqen familjarët tuaj. Unë ju uroj një fundjavë sa më të mirë, pse jo ditën e diele keni mundësinë që të ushqeheni me kalori, mos harroni, ne do të jemi ditën e hënë sërish bashkë për të rekomanduar receta të tjera.